Janë gati, Sofi? Kush është gati? Janë të gjithë Shpend Latifi, Leo Belidenser dhe Lidia Panushi, mbretëresha e Belidensit. Edhe Arioli. A do i urti gjithë andej, nga ana andej përballë Diana, sa të gjëmë të histori. Ftoj në studio Leo Belidenser dhe mbretëreshën e Belidensit. Dhe a shof nëse mbretëresha, po jo. Lidia Panushin. Jo, nuk do kërcejnë tani, qëro, nuk do kërcejnë tani, vla. Do ule njerë, hajde ulu njerë. Mos nuk kataroni, do ule njerë. Jo. Lidia, falemderit që me erdhe, Leo është versus si gocë, ti e versus si qunë. Po ndrum qikrole, ta Ndrum qikrole. Jeni të dy Belidenser, ti Lidia thua je mbretëresha e Belidensit shqiptar. Ne do shëm në fund të emisionit se ti më ke premtuar do na bësh një performancë vogël për qefin tonë, edhe pse nuk është vendi këtu tamam. Patjetër. Nuk do të bezdis tani, Lidia, rrisin shtëpinë tënde. Leo, ti tashmë je klient i preshëm në këtë emision, po thuaj se i preshëm, se vjen shpesh apo jo. Sonte ka ardhur të na bësh një performancë të re, do bëjmë pas pak sa të mbaroj Diana, ndërkohë që do t'ju qeras me i kafe Ama dhe me një San Pellegrino. A keni qef? Patjetër. San Pellegrino dhe kafe Ama për Leon dhe për Lidia në Sofi, e Lidia Panushi, e çuditshme Lidia, ti ka ardhur tjetër te unë? Ja, shera par. Memoria ime ka pjerdhur, ka ikur për lesh me kohë. Pyeta, kur e mendon. Si shpyeta shpejt tani pyeta Lidia se kam një grop të zezë ti thuaje. Ja, imagjino, haroj emrin e Gzimit që më vë mikrofonin, kupton? Kjo do t'i të Alzheimer, se s'ka mundësi. E Lidia, s'ka dhe asnjë emra. Ja. Lidia Panushi, në fakt, ti e sonte këtu me Leon, jo se ka do një gjithë përbashkët me Leon, e vetëm që ju bashkon, është se kërceni belly dance. Do sjerë diçka çane. Jepi Leo. Nuk kemi të përbashkët. Lidia është mbretëresha, kuptohet, e njohur. Është mbretëresh. Pa ti e pranon që ajo është mbretëresh, Leo. Ajo është e njohur në gjithë botën, e jam në Shqipëri, kështu që. Si në gjithë botën? Në gjithë botën, kudo të shkosh. Po. Mos ja fut kot. Po, çane. Një sekondë atëre. Apo mbarove? Jo, nuk mbarova, sepse nuk ma let ta sqaroja. Mendova se do thoshim këtu këtë? Jemi komplet këtu të ftuar, komplet ndryshe me njëri tjetrin. Jo, po ndryshe jeni. Është mbretëresha dhe unë jam Belidenser mashkull. Kështu që ajo është në llojin e vet, unë jam në llojin tim. Po pse ku ndryshon kërcimi jot nga kërcimi i Lidias? Do ta shikosh jashtë performancës. Vërtet? Po. Lidia, para se të më thuash dy fjalë zemër, më vjen shumë mirë që të kam për herë të parë. Leon do të falenderoj se Leo ma çon mendje të them drejtën, sepse vetë nuk do më kishe shkuar mendja atje. Në që i mundësin t'ju falenderoj të dyve të paktën. Ledio e ka gati, jo vërtet. Lidia, Ledio ka gati, Ledio, që po na shef të momente, ti do thuash vetëm dy fjalë te kamera më dham të kuqe, ne do shohim një video nga Çani nuk e kam kjo. Mos! Si? Kemi disa foto, nuk kemi video. Si ka mundësi? Si ka mundësi? Cilësisht nuk ishte e mirë, kështu që. Si ishte high definition? Jo, është problemi i audios. Mos. Që cikare, do shohim live Lidia këtu për qefin tonë, si mbretëresh të Belidensit që është, po thash mos e shihim pak në video. Mos se i natë me erdhi. Ja të komentojmë pak fotot, Ledio. Ja nxirri fotot, i komentojmë me Lidia për qef. Ja të shohim pak. Po vjen. Po vjen bari, bre. Erdhi. Ja ku është. Jepi Lidia fol. Fol zemër, do nxjerrë Ledio në ekran. Kjo është një foto që faktikisht është foto profesionale, është bërë në një moment kur është xhiruar një klip, nuk është se ka lidhje me... Ma plazë Lidia në veshjen time të Belidensit. Domethënë këtu përfaqëson tamam lidhjen një kërcimtare orientale. Këto janë fotot që... Po. Këtu kam qenë ftuar në Korçë. Në Korçë këtu? Po, në Korçë. Kjo është veshje profesionale Belidensit? Profesionale Belidensit. Jepi Ledio? Këto janë çani këto. Kaq pak? Po këto janë foto. Si ka mundësi? Nuk e di. Ledio, pse këto janë me veshje çani kështu. Në fakt në Facebookun tim kishte shumë, po nuk e di pse janë përzgjedhur. Mos u hapen tjerat. Tjerat janë form posterash edhe prandaj çani. Dakor, ka reklama si për këto. E kuptova. E kuptova. E Lidia, me qëra fjala, ti ke filluar që 6 vjeç të kërcesh? Po. Që në moshën 6 vjeç jam me balet modern. Me balet modern? Po, që në atë moshë.
Kam vazhduar për një kohë shumë të gjatë. Pastaj vazhdova me ansamblet, po duke qenë se në Shqipëri nuk ka pasur ndonjëherë kurse që të vazhdoja për belly dance, për këtë lloj gjërash, isha detyruar të bëj gjatë kohës balet. Unë në të njëjtën kohë që bëja balet, bëja edhe kërcim belly dance, kërcim oriental, kupton, edhe isha ndjeja veten më mirë te kërcimi oriental derisa arrita që në moshën 16 vjeç ta shfaqja, thash pse mos ta bëj këtë lloj gjëje. Përderisa është diçka ndryshe. Në moshën 16 vjeç? Ç'bëre në moshën 16 vjeç? Fillova të kërcija belly dance. Në atë moshë fillove? Po, në atë moshë. Pra 10 vjet pasi merresh me balet? Po. Me balet klasik? Po. Po ti nuk kërse ke mbaruar shkollë baleti, apo jo? Jo, unë e kam bërë privatisht. Privatisht? Nuk e qenë asnjë shkollë baleti në liceu në këtë gjëra? Jo, absolutisht, nuk kam qenë. Dhe ku ka qenë vendi i parë që ke kërcyer belly dance, Lidia, në moshën 16 vjeç? Mbaj mend në një koncert që ka qenë jo këtu në Tiranë, ka qenë diku në Fier, domethënë, në një lokal shumë të madh, ishte thjesht një mbrëmje që bëhej për Shë Valentinin dhe kishte marrë shumë balerina belly dance. Ndërkohë isha dhe unë e përzgjedhur ndërmjet këngëtarëve të ndryshëm, domethënë të muzikës popullore ashtu edhe të muzikës moderne. Ç'është thuaje? Po duke qenë se jam mërzitur çik kështu nga kjo jeta e artit, thash bëj një gjë kështu ke burgu 313, dal çik më ndryshe. Pse te burgu 313? Bishaka, po zakonisht është një pistoleta, duke lidhje ka me Lidian edhe kjo gjëja. Çfarë lexon atje Lidia? The biggest fear that I have myself, do të thotë që gjëja që kam më shumë frikë në jetë është vetëm vetja ime. Dakord, dhe ke drejt fatikisht. Të pëlqen? Sigurisht, shumë e bukur, është saktë. Duhet thënë, Lidia, që ti e bëre pastaj e bëre njohur shumë që nga ajo moshë fillove belly dancing, dhe ti, nëse unë të kërkoj të më thuash që nga mosha 16 vjeç deri tani që ty jesh sa, 22, pra i bie që të kesh rreth 6 vjet, që ti kërcen vetëm belly dance. Vetëm belly dance, duke Po ku kërcen dhe përgjithësi, kërcen dhe për lokale? Në për klabe, në për disco, në për evente të ndryshme që bëjnë këtu dhe jashtë, po patjetër. Qeret, ka takuar ti Lidian? Po në cilat lokale kërcen ti këtu, Lidia? Në të gjitha, pa dashur të bëj kështu reklam, të shtat. Jo, nuk ka problem. Jo, ka thënë si profile lokale, ç'a janë lokale? Jo, janë tamam pape. Nuk janë tallava? Jo, s'ka lidhje me tallava në kërcimin. Nuk ka lidhje me tallava? Jo, absolutisht. Si ka mund të ishte se ke pa lidhjen asnjëherë më plak? S'ka rastisur. Unë kam parë goca që kërcen mbi banak, çero her pas here kur na bie rasti shkojmë për lokale, kam parë goca që kërcen mbi banak, nuk kanë qenë belly dance. S'kemi rasti se... Ato që kërcen me banak s'kan lidhje me belly dance? Nuk ka lidhje me belly dance, po pra. Nuk me belly dance. Kështë e të biti edhe. Te kush? Po. Te kush? Te kush? Se njofim të. Nuk është tallava kjo. Po s'ka lidhje me tallava. Orientale. Po që janë këto më pra? Është kjo që pinë këshu? Shisha. Argjile. Po pra, po që pinë argjile? Po pra, shisha. Te ajo je tani? Jo tani, jo nuk jam. Po ku je? Unë zakonisht nuk është se punoj në një vend të caktuar. Nuk je rezidente? Jo, nuk merrem kështu. Po jesh do javë zën? Po thuj se po. Po mi dëgjoj, pse ti konsiderohesh si mbretëresha e belly dance-it? Nuk ka goca tjera që kërcen belly dance në Shqipëri? Fatikisht ka shumë goca tjera që kërcen belly dance, ka edhe më të mëdha se unë mosh, njerëz zakonisht, domethënë diku sot 1-2-3 vajza që janë mosh 35 vjeç që kërcen belly dance. Quhen të mëdha këto 35 vjeçarët? Po përderisa ka një lloj profili të tillë, normal që duhet të jesh në moshë të madhe. Ti je më e reja? Jo, ka më të vogla se unë mosh. Që vazhdojnë akoma dalin ditë për ditë, por që... Po pse quhesh, atë të pyes Leo, pse quhet Lidia? Pse konsiderohet, është vërtet, është më e mira? Mbase mos është më e mira nga të gjithë ato balerina belly dance që janë në Shqipëri? Për këtë arsye? Po patjetër, se ndërsa ka marrë statusin e mbretëreshës së belly dance-it. Kush e jep të status, domethënë ka marrë status? Publiku. Si ta jep Lidia ky publik? Duke qenë se unë gjatë gjithë kohës ka marrë pjesë në koncerte jashtë, a kupton, dhe nuk është se jam përfaqësuar thjesht si Lidia, një balerin belly dance dhe kaq, a kupton? Po si e përfaqësuar? Por jam përfaqësuar gjithmonë si një Lidia, një balerin belly dance e Shqipërisë. Kjo ka qenë dhe statusi, domethënë që kur kam ardhur në Shqipëri mbas koncertit, mbas eventit, më kanë vënë këtë lloj statusi që dhe mediat ka cilësuar kështu media. Po, meqense unë, jo se media normal, po meqense unë kam qenë e para nga gjithë balerinat që kërcejnë belly dance në Shqipëri. Atëherë ato kanë menduar që me që kjo ka përfaqësuar Shqipërinë jashtë, atëherë kjo e meriton me vërtet statusin, jo vetëm që ka shkuar jashtë dhe ka përfaqësuar, por dhe për shkak të kërcimit që bën. Bukur shumë. Lidia, ti vjen nga një familje muslimane apo jo? Po patjetër. Është kjo arsye sepse ti preferove një moment caktuar në moshën tënde të kërceje orientale? Arsyeja nuk ka lidhje fare. Nuk ka lidhje. Nuk janë besimtar prindet tu. Jo, besimtar janë aq sa duhet, por nuk ka lidhje kjo lloj pjese. Nuk ka lidhje. Ja. Ti ke vëlla motor tjetër? Motor më të vogël. Më të vogël. Që quhet? Sara. Sara, sa bukur. Dhe ajo merret me kërcim gjithashtu jo? Jo, ajo merret me një pjesë tjetër të artit me futboll.
Se të sporti, të futboliste? Ajo fatikisht merret me futboll, nuk ka lidhje me këtë lloj pjese, ajo është e çmendur pas futbollit. Luan futboll? Shumë tepër si çun, nuk ka lidhje me lidhjen. Dakord. E kuptova. Shumë e vogël sa, mosh. Po babi dhe mami janë krenar për ty? Patjetër që po. Që ti je mbretëresh? E Belidensit? Patjetër që po, patjetër që po. Vërtet? Do bëhesh gati të shohim pak? Patjetër. Sofi shoqëroi gocën, dilni nga hyrja e antizjarrit, mos dini që mos vënoheni, dhe bëhet gati për ta mbyllur emisionin me Lidia, sigurisht, Lidia Banushin, zonja zotrin, tani është momenti Leos. Leo ti sonte je këtu për na bërë një performancë të re. Ja ka dhënë muzikën DJ Çerit? Si është orientale dhe kjo apo jo? Pak a shumë. Çani, lutem të mikrofoni Leo. Le mikrofonin po. Po, është muzikë e ndërthur me orientale, darbuka, edhe një çik muzikë moderne. Tani kjo veshje do shohim tani Leo, veshja jote, kostumi jot ça? Jo, ka qenë veshje e kaluar kjo, nuk e mbaj mend. Jo, e mbaj mend, po do ma kujtosh si e ka emrin kjo veshje? Kjo është Qitiana. Qitiana është kjo. Qitiana quhen. Është i papar Leo, ej. Leo, në të momenti po flasim më këto kohë, ku po luan në përgjithësi, në Tiranë? Jo, nuk janë në Tiranë, momentalisht do ikin në Greqi përsëri. Do ikish prapë Greqi? Po, mbas emisionit në orën 5 mëngjesit jam për rrugë. Po pse? Po, sepse jam i ftuar diku atje. Me autobus? Po patjetër, jo me avion. Autobusat që nisën diku tek mbrapa 15 kaçi, mbrapa muzeut. Jo, nisën tek Ministria e Drejtësisë. Do të thënë aty afër te Po jo, se 15 kaçi është shumë. Ja, kur them 15 kaçi, aty janë të Kosovës, më fal. Aty janë të Prishtinës. Normalisht. Te Greqisë janë tek Zëri Populli diku atje, ku janë gazetat. Te Ministria e Drejtësisë. Po pra Zëri Populli. Ku di unë si u quhet ajo? Do nisesh në orën 5 mëngjes me autobus e plak. Po normalisht. Po nuk përton. S'përtoj fare, pse të përtoj? Sa kushton bileta? Varet. Unë për shembull e kam 53 euro vajtjardhe. 53 euro vajtjardhe. Po vajtjardhe. Pra ti nise sot në orën 5 nga Tirana, Leo, dhe mbrin në Athinë çfarë ore o plak? Diku nga ora 7-8. Pyta, do të thënë, në 7-8 darkës. Të darkës po. Dhe për çfarë e bën gjithë sakrificë Leo? Punë normal e artë. Për të dredhur Belin, Leo e bën gjithë sakrificë. Jo, për lek mbase jo, po për artë. Një pjesë është edhe leku. Pse tani dëgjoj mos e paraqikoj. Pse më fal, të lutem, ti që shet pikturat nuk e bën për lek? Pra, pse e bën ti Ariol? Ha, fol, përgjigju, ha. Dhe për lek. Dhe për lek. Edhe Leo pra, dhe për lek. Dhe për artë dhe për lek. Se punon ti, vetëm për pasion? Po jo, dhe për lek, dhe për lek. Puna shpërblehet. Qa thua? Për pare. Puna shpërblehet. Jemi gati Leo të shohim performancën tënde që quhet? Pse jo? Pse jo? Shikoj, jo. Jo, më duas më dhe. Ka një emër? Shikojeni. Ka një Jo, nuk emër? ka si lloj emri, thjesht shikojeni. Okej, jemi gati. Po. E ritmi që do ndjekim të do të dëgjojmë tani çfarë është? Të thash, është darbuka, është oriental, ndërthuren shumë instrumenta. Bukur, jemi gati? Ha? Si e ka? Lirë të Po, ai është, po. Jo, si ke dalë ti? Ai është klipi ku ka dalë Mbretëresha dhe unë zodha këngën e Mbretëreshës. E fami, se bukur është. Reklam është për ty? Çani, duhet mikrofonit e lutem. Lidia, mikrofon. Lidia s'ka mikrofon, po. Lidia, çfarë thezë më? Është një këngë, domethënë pothuajse si rumune, si bullgare, domethënë, dhe nuk ka lidhje fare me atë çfarë mund mendohet, domethënë shumë belidens. Megjithatë unë kam dalë aty thjesht si imazh, një kërcimtare orientale dhe kam bërë një kërcim paksa normale. Lidia, më fal, bëj një pyetje pak intime, për të qenë kështu kërcimtare belidens siç je ti, duhet të kesh gjokë të madh apo të vogël? E di pse tash, sepse them se nga që vajte u zhvesh edhe tani erdhe këtu me kostumin tënd. Po të shoh gjoksin ka përshtypjen se nuk e ke më shumë se treshi. Po duhet ta dish të edhe pjesë? E di pse duhet ta di, sepse ka përshtypjen se belly dance duhet të kesh gjokë të madh që të tundet apo jo. Kam dëgjuar që ti je belly dance duhet të kesh vithet të mëdha. Vithet të mëdha po, ndoshta edhe gjokë, jo gjokë s'ka lidhje. Jo, nuk është. Nuk ka lidhje. Dakor. Ishte, jo, po thjesht për kulturë doja ta dija, pra që vithet kanë rëndësi të belly dance, nuk kanë rëndësi gjokë. Jo, po çifi që interesohesh tek këtë lloj pjesësh, a kupton se duhet. Po të kam në studio, do të respektoj se të kam në studio, patjetër, po. Po më shumë se treshi nuk e ke ave, le ta them. Pra do ta dish. A të ta them pas emisionit. Okej, pas emisionit të gjitha, kështu thon të gjitha, dhe ato pastaj zhduken pas emisionit sigurisht. Ndodh ndonjëra që bie në rrjet, po shumë rrallë. Leo, jemi gati? Jemi gati? Hajde. Fillojmë, kujdes DJ Çeri. Jemi gati, kërcimi Leos Belly Dance. Do bëj një kërcim me këngën e Lidia zoja zotrinj. Le ta shohim Leos, Leo ti e di kamera kryesore kush është? Djali këtu që po ndihmon operatori që ke përballë me kamerën sup dhe sigurisht luaj Leo ti e di shumë mirë dhe me kamerën tjetër aty ku do shohësh llampën e kuqe. Dakor, fillojmë, jemi gati. DJ Çeri, kjo performancë e Leos zgjat sa minuta? 36 minuta.
Kujdes, fillojmë, publiku të ngrihet në këmbë dhe të ndjekim me duart orkidje sipas ritmit të kërcimit dhe të muzikës së Leos. Jemi gati, Leo? Fillojmë për qefin e ti dhe për qefin ton, ku je Leo Belly Dancer. Belly Dancer. Bravo Leo, falenderit. Ora është 1:08 minuta. Lidia, ky është momenti jot para sa mbyllim emisionit. Na thuaj ç'do shohim tani, Lidia, para se të vish këtu. Shohim një lloj kërcimi oriental belindez. Sofi. Mikrofonit lutem. Iqe xhupi Sofi Selenam, ç'ky xhup që ver studio, t'merri ma. Është një kërcim belly dance oriental që është vetëm solo drums, domethënë që un po të kisha mundësi të kisha solo drums, do të thotë që është live tarabuk. Sofi hiqe atë tapot, lutem se na bie Lidia, që ta kisha sjellë djalin që i bi live tarabukës, por nëse është në punë nuk mundi ta hiqë. Ah, dakor. Kështu që ndoshta një herë tjetër do ta sill, do ta bëj live performance. Po e kemi, e ka DJ Cherry, e ka muzikën tonë. Do dëgjojmë pra ndërkohë atë. Dakor, okay, fillojmë. Ka një titull kjo që do kërcesh? Vetëm solo drums, nuk ka lidhje me profesionalet me titull. Nuk ka lidhje, dakor. Solo drums nga Lidia Banushi, zonja Zotrinj, mbretëresha e belly dance në Shqipëri. Fillojmë pa humbur kosh, Joni, Lidia, për qefin tuaj, të gjithë ju që vdisni për këtë kërcim oriental, DJ Cherry, momenti jotë.
super Lidia, ej. Super Lidia, e pa parë, bravo, do të roki. E, një pick-up për Lidia, Ledio! Një pick-up! Me gjithë që... Bravo. Mesazhe pa fund për ty, që më thonë super belly dance, po ndërkohë vi mesazhe të tjera, më thonë Çani si shpjegohet kjo vajzë, ikën dritat, që një gjanë ka i shumë në fytyrë dhe më të qeshu Bleona Qeretit. Që nuk ka lidhje fare. Pak ndoshta nga mënyra kur qesh, po ka ndryshim të madh midis teje dhe Bleona zemër, që ti i ke bythët shumë të mira, ju ka të varura. Le ta themi ti. Ja pat besoj në foton e fundit që bëri Bleona, konfirmoj atë që ne kishim thënë prej kohësh. O Bleona, i ke bythët. Si vagona. Sigurisht. Ndërkohë, ky emision mbarohet e personate me Shpend Latifin, me Leon, me Lidian, mbretëreshe e Belidensit, dhe me Ariol Lukën, personazhet e fundit që mbetën personate në këtë studio.